Territori i Kosovës për datën 2 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave kalimtare. Paraditja do të ketë intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja mund të sjellë vranësira të lehta në disa zona malore pa rreshje të rëndësishme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 30 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri lart rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:53 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:13 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic, 13 deri në 29 gradë Celsius. Podujev, 12 deri në 28 gradë Celsius. Skënderaj, 13 deri në 29 gradë Celsius. Pej, 14 deri në 30 gradë Celsius. Prishtinë, 12 deri në 29 gradë Celsius. Gjakov, 15 deri në 30 gradë Celsius. Malishev, 14 deri në 30 gradë Celsius. Gjilan, 12 deri në 29 gradë Celsius. Ferizaj, 12 deri në 29 gradë Celsius. Kaçanik, 11 deri në 28 gradë Celsius. Suharek, 14 deri në 30 gradë Celsius. Prizren, 13 deri në 30 gradë Celsius.